Inteligjenca artificiale nuk mund ta kuptojë plotësisht gjuhën dhe është diçka që njerëzit sapo kanë filluar ta kuptojnë. Inteligjenca artificiale është bërë pjesë e jetës sonë të përditshme, pavarësisht nëse na pëlqen apo jo. Nga platformat e mediave sociale tek telefonat tanë, chatbotet e inteligjencës artificiale tani janë integruar kryesisht dhe përdoren çdo ditë për të thjeshtuar detyrat dhe për të gjetur informacion falmjeteve të tilla si ChatGPT. Por ndërsa njerëzit përdorin më shumë se gjuhën e folur apo të shenjave për të kuptuar si tonin e zërit, gjuhën e trupit dhe kontekstin, inteligjenca artificiale nuk mundet, pavarësisht se si mund të duket, pasi ajo bazohet tek të dhënat, jo eksperiencat e jetuara. Pionieri i inteligjencës artificiale dhe fituesi i çmimit Nobel, Geoffrey Hinton, ka thënë: "Ajo që më habit vërtet është se sa të mira janë rrjetet nervore në kuptimin e gjuhës natyrore. Kjo ndodhi shumë më shpejt nga sa mendoja dhe jam ende i habitur që ata vërtet e kuptojnë atë që po thonë." Por Vina Dvivedi, një profesoresh në Departamentin e Psikologjisë dhe Qendrës për Neuroshkencë në Universitetin Brook, ka argumentuar se inteligjenca artificiale nuk e kupton gjuhën si ne. Dvivedi shpjegon gjithashtu se rrjetet nervore në inteligjencën artificiale i referohen algoritmeve dhe nuk duhen ngatruar me rrjetet biologjike të trurit tek njerëzit. Pra, ndërsa një kompjuter apo një chatbot me inteligjencë artificiale mund të jetë në gjendje të përgjigjet gjuhës në formë teksti, atij mungon konteksti emocional i nevojshëm, që të jetë vërtet në gjendje të arrijë një nivel njerëzor të kuptuarit.